Ju përshëndes, mirë se erdhët, mirëmëngjes nga Reze Dielli, ja ku jemi në transmetimin ton të drejtë për drejtë, sot do të flasim për prindërimin. Dihet që të kesh një fëmijë është patjetër një bekim, por në ditët e sotme ka dhe kostot e veta, ndaj do të flasim për kostot e prindërimit. Kush na argjon dhe shpenzon më shumë, djemt apo vajzat? Si ja dalin prindrit e rinj sot me rrogat e tyre të përballojnë kostot e rritjes së fëmijëve? Në ndiqni për eksperienca të personazheve të cilët do të rrëfejnë kostot e tyre për rritjen e djemve dhe vajzave, ata që kanë dy pastaj kuptojnë më mirë dhe dallimin. Kështu që temë prindërimi sot, ku ka më bukur se të flasim për fëmijët dhe për mënyrat dhe llojet e prindërimit, se si ne ndajmë buxhetet përgjegjësitë në familjet tona. Në kuzhinë kemi patjetër receta të shpejta, të thjeshta me një Alban që është duke kërcyer. Sikën erdha. Kaloni pas sigël ju lutem direkt tek Albana. Se më zhëndrin sot, mirëmëngjesi. Çfarë është kjo? Twist again. Këtë muzika tjetër, rëndësi ka çfarë ka mund në? Tash ta bëj unë kot pyetjen kot. Ua, ç'është kjo mi prit? Po si kështu, po si prit të në YouTube barku? Por duhet të bërë pyetja njëherë. Po si je sot i Albana? Në më të mirën e mundshme gjithmonë. Kjo është thënia ime që nuk e ndrojmë asgjë. Po ti e ke gdhëndur, rin çik drejt, mos e palos para. Se ti kjo Albana. Një sekond se është tradita që më pengon, po kështu traditë kam përdorur shprehjen time. Po kur e pas ke grapta kanë sill dhuratë, kanë dëgjuar shprehjen kështu nga ekrani. Dhuratat e mia i bëj vet. Dhuratat e mia janë gjithmonë me lekët e mia, gocë. Nuk pranoj dhurata unë. Po thua ashtë më të mirën e mundshme, normalisht sponsori vetë sënde je vet, kaq. Mirë, shumë ta gëzosh. Por faleminderit me një ndryshim. Po mua ta bësh ndonjë kështu me ndonjë shprehje? Që ta kem ndonjë shprehje, ç'se mund ndonjë gjë kështu të përditshme. Ami kur ti të marrësh atë Kur të marrësh. Shpreh më e përdorshme nga unë. Mirë. Po ti je më e mira krejtëve. Ja këtë do të bëj. Këtë do të bëj. Më e mira krejtëve. Pa diskutim. Duhet një shprehje vockël. Duhet një shprehje e vockël, kështu se nuk ka një shprehje shumë e gjatë. Ku ke nevojë ti as për shprehje të vogla, as për të mëdha. Po ti mi goc, ty Tatiana të ka bëj yll kaq. Hajde, marroj mohabetin. Ne kam edhe yll unë. Tani bëjmë ndonjë punë se fillua me muhabet. Ai sot jam mirë sot, s'ka është. Sot kemi ftesë edhe për anvisat, sot do komunikojmë dhe me to. Kështu që me numrin do ta kemi që në fillim të këto flokët e mia, prit rregullohemi. Do ta kemi numrin në ekran gjatë gjithë kohës dhe do të kemi mundësi të flasim dhe të komunikojmë me ju për shumë gjëra të bukura rrugës gjatë gatimit. Pas kemi mëlçit para, ti ke vënë në qumësht? I kam vënë në qumësht dhe kur keni... Si vajti mendja dje kisha unë mëlçi. Si vënë në qumësht që të rinë. A ke prap? Të rinë të nxjerrin ato pa pastërtit apo jo. Atë normalisht largon aromën e mirave që të qëndrojnë 3 orë në qumësht. Po, pastaj i zjen apo i skuq direkt? Patjetër. Unë marr, direkt, shiko, i marr dhe i kulloj. Qumshi besoj du t'i mbaj dhe më të buta, se këto kur... Pra, është një tradit... Kur skuqen edhe forcohen. është një tradit që anvisat e përdorin vazhdimisht. Largon aromën e gjakut, bëhen më të buta. Ja. Dhe janë shumë të shëndetshme. I kaloj, si që kam, direkt i kaloj. E largoj se qumshi nuk e përdor dot. Ju po të doni, normalisht, tek lulet mund ta vendosni, shtoj, e kam pak larg vajin, shtoj vajin, nëse ju dëshironi shumë mirë, mund të shtoni dhe pak gjalp. E marrë dhe gjalpin që e kam këtu, edhe jemi në më të mirën e mundshme. Ashtu jemi, pak vaj, pak gjalp dhe i skuqim. Me çfarë i gatuajmë sot, shojmë recetën të shkruar derisa të zbutet edhe të ndryshojnë ngjyrën e mëlçit, cilat i kemi vendosur për 1 orë e gjysmë ne këtu në qumësh, ju pak më tepër. 500 gram mëlçi, pra mëlçi me perime është receta. Do të keni 500 gram mëlçi, 500 ml qumësh, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 qep, 1 spec i kuq, 1 spec jeshil, 1 spec i verdh, pra gjitha specat me ngjyra, sepse e bën gatimin më të bukur dhe më të shijshëm. 1 tufë majdanos, vaj ulliri, krip rigon, piper i zi, piper i kuq. Mirë është t'i përdorim her pas here. Kanë dhe ato vlerat, kanë sasi hekuri për personat që janë anemik dhe vuajnë nga mungesë e hekurit, kështu që është kjo recetë për këto ditë është
Idealja, është idealja. Kam qepët. Qepët që në hënë në i kam vendosur, ja, në gjysëm hënë, ja. Do të shtoj erëzat me radhë. Nëse dëshironi, në shtoni opsionale është hudra, por i shkon jashtë mase. Normalisht kur është pluhur, është akoma edhe më mirë, sepse aroma është shia, por nuk është aroma e hudrës. Filloj pastaj me radhë, kripa, piperi kuq i ëmbël, paprika, piper i zi, sepse kërkon që të ketë shije intensive. Ja. Dhe si mund t'i mungoj, dhe nuk ka shans që t'i mungoj, salca. Shtojmë edhe salcën. Ja, ku? Ja ku bëhet një mas, me ngjyrën e salcës. Dhe që të kryhet çdo sen, specat. Sa mi që i ke gjetur të treja ngjyrat. Po, se faktikisht janë mishtore të treja. Ja. Ëmbla. Dhe të duhurat për këtë recet. I përzjej mirë. I lë në kujdesin e veçantë të nxehtësisë bashkë me kapakun. I vendosit kapakun. Dhe marrë dhe ca disa bimë aromatike. Pra, mjafton të gjeni mëlçit, të cilat duhet jenë të duhura, të freskëta, t'i trajtoni mirë përpara se t'i përgatisni, në mënyrë që t'i pastroni, se dihet që është një organ që mbledhet dhe pa pastërti, duhet të lahet, pastrohet mirë, nëse s'keni qumësht, i zjeni një herë, i kthni ujin e parë, vazhdoni pastaj me prerjen në copëza të vogla dhe kaurdisjen, shtimin e perimeve më pas dhe bujrum. Ju bëft mirë mëlçit tona me perime i sjellë sot deri pasere. Welcome. Oh. Mirë se të vini. Ftesa është e hapur për të telefonuar. Ftesën e kemi të hapur, numrin e keni në ekran, na tregoni rreth recetave tuaj si përgatisni ju mëlçit, si gatuani ju në shtëpi në një recetë të vjetër që ne nuk e dim. Po, shikoni. Se mbarova mbas teje. Shiko, ja. Mund të shtoni soja, nëse nuk dëshironi, absolutisht fare, nuk përbën një problem, por për një shije më intensive, soja i shkon, çok gjyzel. Marë bimët aromatike, me shumë dashuri, gatimi kërkon dashuri. Përbërësi kryesore kemi thënë këtë, që nuk është i shkruar, por është gjithmonë aty. Ja, përse vendos lugën, sepse nuk dua, është ajo shpreha, llakacit. Mos të humbin formën perimet. E lë të tillë, duhet të jenë al dente dhe ka një problem të voçkën. Mëlçin, nëse ne e zjej më shumë nga ç'duhet dhe lë fort. E jo më pas që tjetë mëlçi deri që është ku është, po mëlçia e derit nuk gatuhet në këtë recetë. Mëlçia e derit kërkon yndyrna më të fuqishme sepse përdoret në veri. Gjaku i mishit është një recet e veçantë dhe është një super recet, por që përdoret sërish të veri, sidomos mirdita. Kurse ne që jemi këtej verimu në veri se janë kafshët që kullosin në përmale. Kanohia më poshtë, bjen që ne duhet të përdorim mishin e qingjit, akoma dhe më mirë, sepse fillon dhe vjen pranvera tani, dhe mishin e vishqit, sidomos tek mëlçi. Ja, të tilla. Urdhëro. Doni më për belulin? Nuk ka më. Kur gjejmë mish të tillë që janë baktit janë ushqyer me bar, janë ushqyer në natyrë, por ja edhe me atë zajrene fermerëve që e kanë aty të mbledhur dhe ushqejnë gjadimit tuaj. Po kur ke një mish që se di nga vjen. Po një sekondë, ne kur shkojmë rrugës, që shkojmë pak për në dajt për shembull, shikon bakti që janë edhe në kazan e plerash. Tash mos e bravo. Se po gatuajmë. Jo, ne duhet të dimë se çfarë marrim. Kjo është. Përse e thash? Sepse ne duhet të dimë se çfarë blet. Dhe jo në çdo dyqan shkon e blihet,
Dhe në dyqan që është i lirë mishi, gjoja malli lirë shetë shpinë. Me këtë pikpyetje të madhe që lidhet me konsumin, do t'jemi të kujdesshëm. Megjithatë ka patjetër që gjenden ushqime që duhet patur, le themi, besim, duke krijuar ato lidhje të ngushta. Si për shembull ka njerëz që krijojnë lidhje të ngushta dhe të besueshme me njerëz që kanë në fshat dhe ato i gjejnë dhe i sistemojnë këto. Kur vjen radha për të therrur baktit dhe ne porosisim një vit pjesë të caktuar, një këmbë të madhe. Ja. Tani, receta është gati, do thoni ju pse kaq shpejt. Shpejt është kjo. Mëlçit nuk duan shumë kohë për tu karudisur, për tu skuqur, sepse ato janë e para të holla, nga baktit të imta, dhe të qëndruara për një orë gjysmë gati në qumësht. Pakës fare rikon. Pakës fare hudhër. Një prekje shumë të lehtë. Unë këtë recetë do ta konsumoja një herë në javë, se më pëlqeu shumë. Jaku. Çdo javë një recetë e tillë, pak perime me mëlçi. Kjo është receta jone e parë. Ç'ju them për aromat, janë ndjellëse, specat në kaurdisje dhe bashkë me lëngjet e mëlçive marrin një aromë dhe një shije fantastike. Pra, qepa, specat shumë ngjyrëshe, aromat që i shtuam erëzat, majdanozi dhe mëlçit e trajtuara më përpara në qumësht dhe më pas të kaurdisura në gjalp dhe në vaj. Ja dhe këto recetat që i afroni, domethënë janë të preferuarat kur vin kështu afër. Mirë. Janë kështu receta meze, janë receta meze. Fiks. Një faqore raki, pak verë, nuk e di si bazë. Unë për vete nuk jam të këto absolutisht fare. Unë dhe me kështu dhe me lëngje të fresta, unë dhe të këtu jam. Megjithatë, ishte një sugjerim i mirë me ngjyra, ne ju presim në përfundim të mesazhit promocional për recetën e dytë dhe po ashtu dhe për të telefonuar. Dhe dyta, një super recetë është. Ju presim. Është momenti tani për të prezantuar anvisave tona recetën e dytë. Baza kryesore, pra perime kryesore është preshi, ta shohim pak të shkruar dhe produktet avash do t'i sjellim, i kemi pothuajse të gjitha në tryez. Preshin e kemi prerë në copza të vogla, me të cilin do të përgatisim një fërges. Presh të njoma, mund t'jenë, kur themi të njoma, mund t'jenë këto presh të hollë, të rinj që sapo kanë dalë, një tuf majdanos, një tuf koper, 2 lugë gjelle miell misri, 350 ml ujë ose qumësht, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper sipas shijes, pak djath i bardh ose djath i but i grirë. Fërges me presh. E di që do ta pëlqeni shumë këtë recetë, se këto fërgesat çoku pëlqejnë dhe duhen dhe janë të thjeshta dhe sa më të thjeshta, sa më tradit janë akoma të shishme dhe praktike bëhen kollaj. Pak përbërës, pak fare dhe shumë shije. Gjithmonë përzierje gjalp vaj, gjëja më e mirë. Dëgjoj, unë kam shumë vite që punoj në kuzhinë. Por, nuk e dija dhe them shumë... Pra, se kam shumë farë problem që unë të them gjëra që unë nuk i di. Sa rron, mëson. Pra, unë nuk e dija që vaj, sepse në restorant normalisht, vaj mbahet afër sobës, ajo duhet. Nga ndërmik i mësova që vaj, pra nxehtësisë nuk duhet. Pra, edhe e keni parë që është vendos tani, e vendosur krahun tjetër. Po ju me mendova se, shiko, në restorant i shkon njerë. Ta i restorant, do hash për ditë. Edhe njerë, okej, nuk të dëmton, por nëse njerë gatuajmë për ditë me një vaj që kemi të ngrohur, nxehet për ditë të soba, çfarë bën ky vaj? U mbet komplet vlerat e veta proteinike, në restorantet nuk e shans që vaj të qëndrojë, sepse është absolutisht në restorant se pretendojmë, por sa jemi në shtëpi dhe në kuzhinën tonë, sa rron mëson. Dihet që ne erojmë dhe sistemojmë vaj në zonat të errta të shtëpisë, që nuk ka prezencë drite, të freskëta, në mënyrë që për atë vit që e kemi bler vajin e ullirit, të marrim të gjitha vlerat e mrekullueshme dhe jashtëzakonshme që ky vaj na ofron dhe jemi të bekuar që dhe në vendin tonë gjejmë vaj të mirë dhe kemi klimën të tillë që mund na siguroj shumë e shumë produkte të mira.
preshin. Trajtimin nuk e kemi të mirë ne. Kemi qef të abuzojmë. Mi jep mua t'i largoj këto. Abuzimi, kur ka lindur abuzimi? Abuzimi ka lindur, tu të ketë lindur që në momentin që ne shikojmë interesin tonë. Thoshte dikush, nga ka lindur dashuria. Shkrej njëra, normalisht, ne jemi bërë gjithë poetë, s'ka, qatë gjipitin edhe gjithë poetë kemi dalë. Nga ka lindur dashuria, nga ka lindur kjo, nga ka lindur trafia. E më në fundën, po qatë i bëjmë mollus neve? E gjithë e keqa e njërzimit molla ishte, sepse ne pam vetën laguriq. Ti për çfarë e pyet më shumë qatë gjipitin? Se bëre 3 pyetje, nga. Ti vetë, Albana, për çfarë interesohesh në chat? Për gjërat që unë jam e sigurt pyes. Pra, është një informacion më tepër. Për gjërat që unë nuk i di, nuk e pyes, sepse unë nuk i di vetë. Dhe normalisht ChatGPT-ja të tregon, të qonë, mund të bëjtë një edhe 1010, 11, një edhe 11. Vetëm receta mos merrni kështu mjekësore, se absolutisht jo. Receta gatimi ka plot. Normalisht do kërkoj informacione, po të paktën mbi ato që unë di, që unë jam e sigurt, dhe normalisht dhe nga mënyra e të pyeturit, se si ti e formulon pyetjen, do ta japi të tillë. Të njefaj, nëse ti vazhdon flet vazhdimisht. Po nuk bëhesh dot. Sepse kam parë shumë faqe poete gatima ndë këte. Nuk ka ndjeshmëri vargje që marrë. Ajo të thotë ty vendos edhe 20. Se dyshin e dyshin. E ke provuar ndonjëherë që një recetë e sugjeruar mos jetë fare e dura dhe patjetër që kam provuar. Nuk dalin, ë? Nuk janë receta patjetër që kam provuar. Jo, jam shumë e sigurt që po, kushdo e ka provuar dhe unë kam pyetur. Më duhet sepse bëhet edhe preshi. Më duhet për shembull të bëja disa mbledhje shifrash. I kisha bërë vetë letër dhe 3 herë mua më nxori gabim. Mos e beso, po deshe, e se të doni jo. E ke pas ke sfiduar. Po, e kam sfiduar dhe biles nga ndonjë herë, kur nuk më nxjerr gjërat, i them, nuk kemi ke ime e mirë. Ka marinat çati se e ke provokuar. Por unë i besoj vetes. Në momentin që unë do vi në punë, e para gjë unë kam besim të vetja ime. Pse? Nuk kopjoj askënd, sepse unë jam albana. Nuk them gjëra që nuk i di. Nëse ju do të thoni orientime, unë jam 0 në orientim. Them mali dajtit, edhe me dorën ardeli. Pra gjëra që nuk i di. Mjafton të orientohemi në kuzhinë dhe kemi të mbyllur këtë kapitull. Kështu duhet preshi. Kështu duhet preshi. Pra duhet të shkëlqej nga ndyra, duhet të zbutet, por jo aq shumë dhe unë filloj dhe shtoj erzat me radhë. Gatimi duhet ketë erza. Të djathi, pe mbaj pak, të kripa mbaj pak dorë, se të shtoj djath. Po dhe hudra i shkon dhe i vjen më së miri, po dhe piperi, normalisht, jep atë shien që ne duam, po kam edhe qumshtin, ja. Edhe, shtoj qumësht. Po, edhe zbusim pak me qumësht dhe rregullojmë edhe pak shien me të. Të tillë. Pra djathi, 2 llojet e djathrave, ose i bardhi ose djathi i butë, sepse edhe qumshin e kemi. Vendos edhe kapakun dhe e largoj. Si fërgesë mund të përdoret padyshim, jo vetëm për ta konsumuar kështu siç është, por edhe sigurisht për ta të duhet. Po marr tasin. Por edhe për ta mbushur ndonjë byrek si diet. Një përzierje qumshit vazhdimisht. Do thoni ju qumësh është, po qumësh, po e do përzierjen. Një ambalazhim i mirë, ja. Shtoj edhe pakës këtu. Këto paketimet të traditës, si kosi si qumshti, përveç se na ofrojnë një shije nostalgjie, të qumshit edhe të kosit kryesisht për aftësinë dhe për mënyrën se si përgatitet, e veçanta është që këto produkte vinë nga ferma të vogla, bagëtish, lopësh, të përzgjedhura, pra një numër i kufizuar lopësh për të prodhuar këtë bulmet. Kjo është një nga karakteristika, duke qenë se përzgjedhjet
janë shumë të rëndësishme për llojet, racat, mënyra se si trajtohen, mënyra se si ushqehen, e të tjerë element që na sigurojnë më pas të produkt. Shtova miell misri. Mielin e misrit e keni të bardhë, e keni të verdhë, e keni të ballokumeve, çfarë si ka? Miell i bardhë është që ka vënë atje? Afrohen ballokumet. I bardhë po. Pra, si të dëshironi ju? E shikoni tashmë që ka filluar të trashet, pse u trash nga mielli i misrit, ë? Do të shtoj djathë të bardhë dhe duart pakës t'i shplaj. Pra, shtuam edhe djathin për të ndërtuar këtë fërgesë, të cilën e lexojmë dhe një recetën të shkruar dhe ju e fiksoni më mirë duke i shënuar produktet, megjithëse do ta keni dhe në rrjetet sociale dhe në YouTube-in ton. Fërgesë me presh të njoma të prera imët si për byrek. Një tufë majdanoz, koper, miell misri 2 lugë gjelle, qumësht ose ujë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper sipas shijes dhe pak djath i bardh ose djath i but i grirë. Shtojmë tani edhe djathin e but. S'keni qa doni as mishin, as duhet pulën. Duhet djath i but që e bën këtë elasticitetin e... A do pulën o me ta myte, a do petla e pitet ngryte, asi gjë, ja, ky është gati, në shiko. Këtë fërgesën duar, nuk duar nga këto pitë. Fillon, shkrihet, pakës qumësh urgentisht. Ja, pakës, bravo të lumt, që do bëja unë pa ty asgjë. Ja, urdhëro. Edhe sigurisht që do ta konsumoni të ngrohtë. Kjo është fërgesa. Me të ngjyme. Ja. E till. Mirë është mbarova. E till. Marrë dhe një pjatë edhe... E bën shumë diferencën ky djath i butë që shtuam, sepse na duhet të krijohet kjo pjesa e elasticitetit të djathrave. I shtoni pastaj majdanoz, koper për ngjyra edhe freski. Mund t'ja shtoni edhe tani në fund, mund t'ja shtoni edhe gjatë gatimit nga fundi i zjerjes dhe i zbutjes së preshit. Mund t'jap 1, 2, 3, sa të duhet. Tani, një sekund të marrë dhe thikën, edhe... Ja, këtu. Opa. Vërda të këtu. Ne kemi folur për disa herë në emisionet tona për vlerat që kanë bimët aromatike, kështu që tani që vjen pranvera dhe që janë të freskëta edhe të sezonit, kanë më tepër shije, ngjyra të bukura, aroma, vlera, kështu që mos i lini që ti haroj, ti kaloj koha, por ti përdorni në supa, gatime, tava, çaj majdanozit është shumë i shëndetshëm, uji majdanozit për shëndetin për veshkat. E marrë dhe... Këto janë 2 recetat e para të pjesës së parë të gatimit. Do të kalojmë në publicitet, jedhim një sy, ngjyrat, se ne dihet që këtu jemi, po këto receta ndryshojmë për ditë. Ne jemi ato të njëjtit, ne nuk ndryshojmë, recetat janë të ndryshme. Publicitet rikthehemi shpejt me çfarë? Me një pilaf, a gjem pilaf, mund t'i themi pilaf me fidhe, t'i themi pilaf me orzo, si të dëshironi ju, për është një super pilaf që shkon me këto gatime, prandaj. Shkon sidomos me mëlçit. Mirë, pas publicitetit e përgatisim. Rikthehemi me recetën e fundit këtu në rezen ton, prezantojmë, ne kemi nisur pak punën edhe për shkak të kohës që na ka mbetur në dispozicion, por është shumë e thjeshtë edhe kjo recetë. Është një recetë shumë e vjetër e gjysheve e sërgjysheve tona, dhe pse ka lindur, pra me fidhe, me makarona orzo, elb, që është në fillim fare, në vaj, ka urdiset makarona në fillim fare, dhe këto gjyshet tona e bërin për të shtuar masën. Pra shtohet makarona elb ose fidhe, në momentin që ne kemi makaronat
fidhe, quhet axhem pilaf. Patjetër është një recetë shumë e vjetër dhe ne e dim që turku ka qenë 500 vjet këtu, 400 vjet në Greqi, i ka marrë me radhë dhe normalisht gatimet, gatesat kanë ngelur. Por jo sepse gatimet e turkut janë autoktone. Dihet që është një shtet otoman me çadër shpërngulur. Kemi të ziejmë këtu. Dhe kalon gjithandej ndikime të recetave. Skuqe tamam, skuqet mirë makarona, derisa merr atë ngjyrën e errët. Më pas shtohet orizi. Orizi përzihet mirë, derisa lën gjë të përthithen. Tek orizi do të shtoj një herë ujin dhe do të sqaroj diçka shumë e rëndësishme. Për orizin, shtoj masën e ujit, do të shtoj me radhë kripën dhe do ta lë pa ndërhyrjet e duarve dhe të lugës që të bëhet orizi. E mirat mirave, orizi duhet jo një shplarje, do mbi 15 herë shplarje derisa uji të jetë i kulluar, i pastër. Më pas e kullojmë. E lëm orizin në ujë të zier me krip 10 minuta. Më pas e marrim dhe e kullojmë sërish këtu dhe më pas ne e vendosim në tenxhere, që ju të keni një oriz të shkrifët, pra kokër më kokër. Patjetër larja që ndihmon limoni, lëre për bardhësinë, po limoni ndihmon për shijen ekstra të orizit. Masa e orizit, kur kemi këtë orizin e bardhë, ne na duhet të jetë 1 me 1,5. Nëse është ai i verdhi, duhet 1 me 2 dhe me 2,5 në varësi të orizit që asnjëherë nuk e harrojmë. Nuk bëjmë gabim në momentin e zgjerrjes, ne të marrim lugën dhe ta përziejmë orizin. Absolutisht jo. Në moment që orizi është i bërë, heqim kapakun, e lëm 10 minuta të pushoj dhe vendosim gjalpin që të jetë i shkrifët dhe normalisht vendosim një pecet dhe kapakun sërisht. Pra këto janë nyjet kryesore të një recete me oriz. Pa sigurisht, që të marrim atë shkriftësinë në kokër më kokër. Do më thënë, më shumë mori shpjegimi. Po, të pilafi nuk do ko. Mjafton që ne të dim këtë në formë teorie dhe ju të shikoni që do keni një pilaf ashtu si që dëshiron e gjithë familja. Të ketë shije, mos të jetë i ngjitur, të ketë aromën e gjalpit dhe i shkrifët. Kokër më kokër. Pashte se përdorni lëngun e mishit, se përdorni ujin absolutisht. Unë këtu përdora ujin, nuk përdora lëng mishi, sepse limoni 1 dhe gjalpi 2 do bëjnë atë diferencën. Unë dua të konsumoj pilaf, nuk dua lëng mishi. Dua pra, sepse nëse unë do ta konsumoj dhe do ta shoqëroj me këtë gatim, çfarë më duhet me lëngu i mishit? Përderisa unë kam mëlçit dhe kanë shije të veçantë. Në zgjedhjet e gjithë secilit, ndërkohë, bëjmë atë, siç kemi gjithmonë në tradicitë, lexojmë recetën e shkruar, edhe pse përbërësit janë shumë të pakët, pak oriz, pak fidhe. Mbarova, mbarova. S'kemi mbaruar akoma. Jam në të mirë në por të themu publicitet i fillo kërce. Në rregull. Pilaf me makarona fidhe, 2 gota oriz kokër gjatë, 4 lugë gjelle makarona fidhe, 1 lugë gjelle gjalp, 4 lugë vaj ulliri, 3 gota e gjysëm ujë të nxehtë ose 3 gota me lëng pule, krip dhe piper i zi. Pra, pilaf me makarona fidhe. Respektoni ato rregullat, larja shplarja orizit, për të dalë edhe si kokër më vetet mos jetë i ngjitur dhe të bëhet si llaç, atë orizi nuk e shplen vetëm për risotto kemi thënë, por jo vetëm për gatimin që të dalë shkrifët, por edhe për përbërësin më të dëmshëm siç është arseniku, tek orizi duhet shpëlar, në mënyrë që të largojmë arsenikun. Këto gropëza tregojnë që jemi drejt. Nxehtësia drejt fundit janë të gjitha. Drejt fundit janë të gjitha. Nxehtësia duhet të jetë tani pak më ulët se mesatarja. Unë shtoj në fund edhe masën e gjalpit, shtoj lëngun e limonit, jap një përzierje shumë të lehtë, jap shkëlqimin e
e orizit dhe jo rënin, ka qenë dikur shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo nga Ditora Golli. Kurse unë jam shkëlqimi nga Albana. Një përzierje ka pakun për herë të fundit nëse e marë vendos letrën për higjen. Okej, nëse për momentin nuk e kemi... Nuk e kemi pecetën. Urdhëro, ullë nxehtësin dhe e lë për 10 minuta, nxehtësia minimale. Mos të digjet? Që të mos kondensohet dhe të mos bëhet si laç kë pjesa e vendosjes së pecetës edhe të një letre, se bavujt do të qëndrojnë aty mbi pak. Mirë. Mirë. Ke dalë mirë sot me recetat, e kënaqur. Shihemi pas pak, faleminderit për vëmendjen e deri tanishme, pas fleshit informativ rikthehemi në Rrezë Dielli. Mirë se erdhët në Rrezë Dielli. Në këtë pjesë do të flasim për një nga temat që të gjithë e kemi për zemër, një nga temat më të bukura që ka të bëjë me prindërimin. Rritja e fëmijëve në ditët e sotme vetëm që është një bekim i madh, por është dhe një sfidë, duhet ta pranojmë, një sfidë ekonomike, emocionale e të gjitha bashkë. Duke patur parasysh atashimin emocional të fëmijëve, rritjen e tyre, shkollimin, kurset, gjithçka tjetër, detyrimet financiare, kostot të cilat rriten vit pas viti. Bashkë me panelin do të diskutojmë pikërisht për kostot e rritjes së fëmijëve, kush na kushton më shumë, rritja e një vajze apo rritja e një djali. Ne jemi frymëzuar nga një studim faktikisht që tregonte që rritja e vajzave na kushton pak më tepër, por do t'i referojmë patjetër edhe një statistike të fundit që un kam këtu, e cila ka ngritur edhe shumë pikë pyetje. Të rëdhënat më të fundit nga Instat tregojnë një rrënje drastike të lindshmërisë në Shqipëri vitet e fundit. Për kuriozitetin tuaj, në fillim të viteve 90, vendi regjistronte një rekord prej 82.125 lindjesh, ndërsa sot, 35 vite më vonë, ky numër ka zbritur në nivel kritik prej 21.425 lindje, një rënje prej 74%, shifra që specialistët padyshim në panelet të ndryshme televizive i kanë cilësuar si alarmante. Dhe një nga faktorët kryesor është kjo pasiguria, faktori ekonomik, pasiguria ekonomike, sepse dihet që të rrisësh sot një fëmijë ka padyshim mjaft kosto. Le t'ju prezantoj me Silvana Koçibelli, mirë se erdhe, është parukere në profesion, është nënë e 2 fëmijëve dhe gjyshe njëkohësisht. Kënaqësi që je këtu. Mirë se erdhe, Silvana. Ndërkohë jemi me Elidon Shehu, psikolog, babai i 2 fëmijëve, një vajzë, një djalë. Kështu që na e bën shumë mirë edhe këtë krahasim. Mirë se erdhe, Elidon. Kënaqësi që je në Rrezë Dielli. Blerina Gjyriqi, ekspert ekonomie dhe nënë e 2 fëmijëve. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Mjaftueshëm, me fëmijë mjaftueshëm për të bërë diferencat, për të parë ndryshimin, ekuilibrin apo kostot që secili prej jush i ka në familjen e tij. Ta nis me Silvanën. Tani duke qenë se je dhe gjyshe ke provuar të dyja brezat, edhe të rritësh vetë, edhe po e sheh se si fëmijët e tu po rrisin fëmijët e tyre, pra një mbes që ti ke apo jo. Dikur ka patur më pak të ardhura ekonomike, po kishim më shumë fëmijë, lindnin më shumë. Tani më trego pak ti, si po e... Dikur ka pasur më pak të ardhura, po kishim më shumë fëmijë, po ekonomia ishte më e ullët. Fëmijët mundoheshin të rrinin sa më shumë jashtë se sa brenda, kurse sot fëmijët rrinë më shumë brenda se sa jashtë. Jeta sociale, më përpara kishte shumë jetë sociale, rrinin më shumë me prindrit, me gjyshret, kurse sot rrinë më shumë në shtëpi, me telefona në përduar. Fëmijët e tu çfarë moshe kanë? Fëmijët e mi kanë moshë. Trego pak nga eksperjenca jote personale, se si ti i ke rritur, i ke çuar. Kam rritur me një sakrificë shumë të madhe. Kush ti ka rritur, kush ka ndihmuar? Kam punuar, më kanë ndihmuar mamaja ime, tezet, më kanë ndihmuar shumë, sepse puna ime ishte me kohë të gjata. Jam munduar t'i edukoj sa më mirë, aq kohë sa kam pasur. Jam munduar dhe motrat e mia t'i rinë pranë, sepse periudha ishte shumë e keqe atëherë. Ishte një periudhë e vështirë për adoleshencën asaj kohe. Dhe do më duhej të shikoja, t'i kontrolloja më shumë, se mos adoleshenca atyre kalonte limitet, merreshin me gjëra që ndoshta po, varësi të ndryshme, siç është në moshën e adoleshencës. Varet çfarë shoqërie kishin, çfarë shoqërie mund të krijoni. Po.
Tani vajza jote rrit Tani vajza ime ka unë kam një mbes, jam bërgjyshe, me një mbes 9 vjeçe. E ke ndihmuar për rritjen e saj, apo? Unë nuk kam pasur mundësi ta ndihmoj, sepse kam qenë gjithë kohës në punë, por ajo e ka bërë të sakrificë, ka rritur vetë. Ti Silvana, sa vite parukere? Unë kam gati 27 vjetë punë. 27 vite parukere. Kështu që ke qenë me këto kohë në zënë full time gjithë ditën, se dihet që parukerët e kanë. Fëmijët e mi kam edukuar ke puna ime, kam bërë mësimet ke puna, kam edukuar aty, i mbaja afër. Shumë normal të shqojmë edhe heqen se ka kurset private, i ke bërë aty, mësus privat jo, dhe më thëmë, po ishim ndërmend ne disa kosto që... Nuk e kishin të privilegj të ikni në kurse private. Varet nga koha, se çdo kohë ka ato të mira dhe të këqijat e veta. Mi kalojmë pak te Elidonin, të dëgjojmë pikpamjen e një prindi mashkull, babai, për rritjen e 2 fëmijëve, po jo një baba si zakonisht, po një baba psikolog, që sigurisht dhe profesioni të ndihmon në mënyrën se si ti e atashon fëmijën, qoftë emocionalisht, ndaj rrethit shoqëror dhe ndaj familjes. Të them drejtën, është sfidë. Duke qenë se unë jam prind i ri, fëmijët janë në një moshë të vogël. Sa vjeç? Vajza po bën 5, ndërsa djali është 1 vjeç. Dhe është një sfidë. Është një sfidë për atë se çfarë unë në ana profesionale dua që t'u transmetoj fëmijëve, por duke kuptuar edhe dinamikat sociale, ndërveprimi me bashorten, apo dhe me komunitetin, me kopshtin qerdhe në cilët ne duam që t'i çojmë fëmijët, të cilët i kemi. Të dy janë në po, vajza është në kopsht, ndërsa djali është në qerdhe. Sigurisht këto sfidat e virozave dhe problematikat që kanë fëmijët në këtë moshë janë. Për neve, si prindër, duke qenë se edhe bashortja është infermiere dhe kemi një kujdes të shtuar nga ana profesionale, shpesh këto përplasen. Pra, kujdesi mjekësor i bashortes dhe kujdesi i shtuar në ana psikologjike e zhvillimit futen në një luftë të brendshme me njëri tjetrin. Dhe kujdesi fizik, dhe kujdesi psikologjik, emocional. Pra, unë i them që lëri fëmijët sepse i bën shumë mirë që le të prek dheun, të lëviz pa çorape sepse i bën për motorikën. Bashortja thotë, jo, lëre sepse mund të marrë viroza, mund të smuret, baktere. Si e zgjidhni një ekuilibrin ju në familje? E zgjidh fëmia atë. E zgjidh ai. Ajo, do më thënë më shumë, e zgjidh atë luftën ndërmjet nesh, po themi që çfarë neve do t'i japim fëmijës. Por, sigurisht që nëse do të bëjmë krahasime në mënyrën se si ne jemi rritur, se çfarë kemi marrë, ne kemi pasur shumë persona afër, gjyshër, xhaxhallar, e persona më të tjerë. Ndërsa tani ne jemi bërë kjo, themi familje e vogël dhe familje e madhe, po pra familja është e vogël, nuk është më aq e madhe. Shumë e vogël. Është e vërtetë që themi, shiko, do rritësh sot një fëmijë të dojë një rrogë më vete. Po, është e vërtetë. Ku shkon rroga juaj në rritjen e fëmijëve? Fjala vjen si e shfrytëzon, si ju a merr fëmia rrogën në të kuptim. Çerdhja 1, dietë që është e parë. Janë disa kosto fikse të cilat janë të pandryshueshme. Fëmia ka shumë nevoja, ndryshe nga se ne jemi rritur që nga ai qumshi i formulës, fillojmë që nga pelenat, kujdesi për higjienën, shampot, kremrat e tjera me radhë, që janë kosto e shtuar për ne, për familjen. Dhe kur bëjmë në një debat edhe me prindërit tanë që po çfarë keni mbushur me kaq shumë kremra që po bëni laborator këtu, po jo, në fakt janë gjëra të nevojshme, themi ne. Po ne ju kemi rritur me një shampo apo kemi larë kokën vetëm me sapun. Po. Në fakt sapun ka pasur kohë. Për gjithë. Para shampo ishte luks. Të rritësh një fëmijë është si të bësh një shtëpi. Aq kosto të larta ka. Ose të rritësh një fëmijë është si të hapësh një pus me gjilpëra. Domethënë që nuk hapet asnjëherë. Është vështirë të hapësh. Këto shprehje i thoshim, por me ato mundësi që kishin përsëri ja dilnin. Apo jo. Sa i ke fëmijët Blerina? Unë kam dhocën 11 vjeçe, domethënë bën me datë 20 bën 11 dhe kam djalin 7. Dhe unë ndoshta të njëjtat eksperjenca duke qenë që jemi në një moshë dhe të njëjtat eksperjenca ndajmë si prindërim, po unë mund ta quaj veten që ndoshta jam pak te prindrit, ndoshta jo me metodat e vjetra, por që jam munduar të jem jo si mamaja ime, so është e pamundur duke qenë që nuk është as koha, as funksionet, domethënë nuk kemi as një lloj impakti që ne duam ta dërgojmë tek fëmijët. Unë mund të them që jam munduar që se doja dilja
tek kolegu që tha të pjesa e qumshit formulës. Unë kam qenë anti qumshit formulës, pavarësisht se gocën pas 6 muajve jam detyruar, duke qenë që kisha probleme, ndërsa djalin për shembull unë e kam mbajtur deri në 2 vjeç me gji natyral. Gjithashtu edhe tek pjesa e për të... Domethënë ke përshtyr në këtë pjesë. Duke qenë që kisha lexuar, domethënë nuk është vetëm tek kosto, po kur është e pamundur tek në momentin që nuk janë probleme shëndetësore, sepse sot ka ndalur, domethënë dëgjoj shumë nëna që për mua personalisht mund t'i quaj egoiste. Në moment që ti nuk ke probleme shëndetësore, duhet patjetër që të mundohesh me të gjitha mënyrat e mundshme për atë qumshin, patjetër qumshin natyral, sepse është edhe një mos lodhje për ty. Në moment që ti e kemi qumësht jo natyral, do të qohesh natën, do i sterilizosh biberona, do të thënë është një mundim shumë dyfishmë i madh. Po edhe kosto, edhe sterilizimi. Edhe kosto, edhe kosto. Në këtë moment po e heqim koston, domethënë se pastaj kostot mund të them që janë të barabarta me shëndeti. Po, shumë e vërtet. Dhe edhe mua më ka qelluar në fakt dhe rastësisht për të 2 fëmijët i kam lënë 3 muajsh dhe kam dalë në punë, duke qenë që kam qenë shefe finance, e kisha të pamundur që të lija punën, por në fillim unë kam qenë të provoj dhe kopshtet private. Në fakt jo, të 2 fëmijët unë i kam rritur në çerdhe dhe në kopsht shtetëror dhe kam qenë shumë e kënaqur. Por me një diferencë që në momentin që unë nuk kisha mundësi, mund të isha me orare të zgjatura në pikërisht orari detyron dhe shumë prindër t'i çojnë në privat. Në kopsht privat. Pa diskutim, duke qenë që edhe dita e shtunë është në kopshin privat është, ndërsa në kopshin shtetëror nuk është. Por unë kam pasur fatin që kam pas maman afër, e cila më ka ndihmuar në mënyrë të jashtëzakonshme me vajzën, Vjera më ka ndihmuar me djalin, kështu që ndoshta mund të kem paguar Lerina apo në një mënyrë. Se dëgjoj shpesh që edhe paguen. Jo, s'bëhet fjalë, për t'i paguar kështu nuk bëhet fjalë. Në mënyrë të përditshme sistematike. Unë me Vjerën jetoj aktualisht dhe nuk besoj që pastaj forma kompensimi ka që atyre mjafton t'ju thuash një fjalë të mirë dhe i ke paguar gjithë ditën. Por edhe kërkesa e llogarisë. Më fal, pastaj për ne gjyshet është kënaqësi e madhe që të rrisin fëmijët e vajzës. Në momentin që e kanë kohën gjyshit, pa diskutim mendoj që janë për herë aty kur kemi nevojë për ta. Jo të gjithë gjyshrit kanë, edhe gjyshet kanë këtë mendim, se tonë ato të arrisin vetë të bëhen të aftë të Zotit për të rritur fëmijët, vetë unë të shikoj jetën, të shijoj jetën, se llogaritë të lërë punën Silvana. Jo në këtë rast, unë jam anti, por në momentin që mund ta ketë moshën e duhur, për shkakun që të jetë në shtëpi, nuk them të abuzosh, sepse edhe të abuzosh me to patjetër që ndoshta nuk i kanë edhe mundësitë fizike dhe shëndetësore që t'jenë dhe të kujdesen aq. Megjithatë unë për herë kam pasur një teori dhe mendoj e kam zbatuar që më mirë me gjyshet se sa me një dado. Dhe sikur të vuajnë, domethënë se normalisht do vuajnë, se mezi kemi rritur ne. Mund ta dimë sa ka koston një dado në ditët e sotme, keni informacion? Aktualisht një dado, duke qenë që jam me shifrave, mendoj që për një tetorarsh është e pamundur pa 600.000 lekë, domethënë të vjetra nuk është se mund ta gjesh. 600.000 lekë për një tetorarsh për mbajtjen e fëmijës. Mund të them dado, por të një gjë mund të them edhe për sanitare, nëse ti do një sanitare, mund të shkojë 600 edhe më shumë. Ndoshta edhe më shumë, pastaj varet edhe nga zonat, nga edhe sipas zonave, se mund të shtrenjtë koha dhe orët që qëndron në familje. Në këndvështrimin tim. Pra mirë thash unë një rrogë, më fal. Një rrogë duhet për një fëmijë. Nëse dado janë bën të 2 fëmijët, për një fëmijë 600 merr 2 fishin. Jo, nuk mendoj që merr 2 fishin, por mendoj që e shton. Domethënë mund të ketë një kosto shtesë, por të mos u marrë me gjëra të tjera, sepse kemi raste që ndihmojnë në punët e shtëpisë, në gatimet, në arredimet, në këndvështrimin tim. Neve vërtet mendojmë për më të mirën e fëmijës, pra i vëmë një dado, por tek cilësia, sepse ne shikojmë shpesh, ose kemi dëgjuar dhe kemi hasur shumë problematika fëmijët të cilët përkujdesen nga një dado jo profesioniste, e cila i lë gjatë gjithë kohës në telefon, apo nuk i transmeton gjuhën, fjalorin, dhe nuk i jep ato se vërtet që duhet më tepër sepse fëmijët do ta çojë te logopedi pastaj për më shumë dhe kemi pasur krijon problematika se sa e ndihmon fëmijën dhe familjen. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me gjyshrit. Ndodh shpesh neve që i lëm fëmijët me gjyshrit kemi një debat familjar. Llastimin ose përveç se llastimit ose metodave të cilat ata i përkthelin. Jo se ata nuk i duan, ata japin shumë dashuri, i japin shumë përkushtim, në të cilën në këndvështrimin tonë pastaj kanë bërë gabim.
Dhe kemi atë përplasjen, po juve kush u rriti, kush u bëri kaq, ju bëm neve, u bët ju tani të na mësoni neve. Në fakt janë gjenerata krejt të ndryshme, është e pamundur që ti rrisësh në mënyrë të njëjtë. Domethënë brezi jon, ne mund të them që kemi ndej tërë ditën jashtë dhe nuk e kemi pasur konceptin nëse nëna është në punë apo është në shtëpi. Dhe me një Facebook, me sheqer dhe me vaj, ma ato rinim gjithë ditën. Dhe ishte edhe siguria. Fjala e nënës ishte urdhër, të thoni hajde në shtëpi, do të vije me vrap në shtëpi, kurse sot nuk e ngri kokën njëri nga telefoni sot. I thua ma jep telefoni, sot i thua ma jep telefoni s'ta jep, duhet përtasësh, tu lërasësh që ta japi telefoni, sepse nuk e lëshoj nga dora. Dhe merr pastaj edhe një përgjigje që nuk të pëlqen dhe nuk ke mundësi ti lesh fëmijët para pallatit, nuk ke në kuptimin një kënd lojrash, një park, nëse ti do kishe një park afër, pa diskutim që atë fëmijë nuk do e lesh. Edhe loja është bërë me para. Edhe çdo gjë është me kosto, në momentin që shkon në market mund të marrë fëmia një gjë ekstra, patjetër se janë fëmijë. Unë jam i çik nën liberale te kjo pjesë, se duke qenë them që kam pasur mungesa kur kam qenë e vogël vetë. Mundohem mos mungesa të këqija. Të dëshiroj këto mungesat që thua? Domethënë pikërisht duke u nisur nga vetja dhe edhe këtu gabojmë. Haj se unë nuk i kam provuar vetë dhe dëmtoj fëmijën, bli patatina, bli çokoladata. Unë mund të them kam dy punata, dy nuset e vëllezërve, ato janë shumë radikale se unë. Dhe mua më pëlqen moment që ato janë radikale, por kur vjen puna tek fëmijët e mi, unë bëhem çik selektive. Megjithatë, mendoj, domethënë, sa është shumë e vështirë ta ndalosh mos ta ndalosh. Kam pasur rastin një nipi ton ishim në shtëpi të plazhit, edhe kishte nuk e linte nëna e vet, edhe kishte ngrënë çokoladata dhe i kishte hedhur pas komodinës. I kishte fshehur. I kishte fshehur. Domethënë, do të them te kjo unë pastaj analizova, edhe thash është nuk e di, është thik me dy presa, ta lesh mos ta lesh. Nëse ti nuk e lë diku do ta gjej dhe do gënjej dhe do gënjej që nuk e ka bërë, se unë i mora gjithë fëmijët i thash kush ka ngrënë çokoladë dhe i ka hedhur letrat atje mbrapa, edhe të gjithë po thonin jo. Pastaj i me bi tha, o ma, unë nuk i pëlqej ato, ti e di që unë nuk i kam ngrënë. Ti e di çfarë bleu unë me ty kur jam. Domethënë që është i çik në ditët e sotme prindërimi është tamam sfidë me vete. A është një frikë për derisa kanë rënë dhe kaq shumë blitshmëria pikërisht për shkak të kostos? Lindja e fëmijëve? Shumë çifte i ke pa fëmijë o me një fëmijë, mesatarisht me dy? Me shumë të rinj bashkëmoshatar të mit që unë ndërveproj dhe kur themi dy fëmijë, disa thonë janë shumë. Një është pak, dy janë shumë. Një është pak dhe ka të tjerë që janë me një fëmijë dhe thonë që është shumë e vështirë që ta bëjmë edhe një tjetër, na duhet shumë kohë. Por realisht fëmijët janë një gjë e mirë për familjen, për shoqërinë, për çdo gjë, nuk ka asnjë gjë të keqe. A është vërtet ajo shpesh që themi ne se rrisin njëri tjetrin, të ndodh tani në meqense ke dy, një të vogël, një pak më të rritur? Jo, ta vështirësojnë. Ta vështirësojnë, nuk na ka ngënjur, nuk rrisin njëri tjetrin. Nuk rrisin njëri tjetrin. Për shkak të numrit, pra mami im janë 10 fëmijë dhe mami ka qenë me madje dhe i ka rritur këta tjerë, ajo qëndron në numër të madh. Ka qëndruar. Megjithatë unë them që jo që rrisin njëri tjetrin, por mund të them që nëse është gocë e para, të paktën kam pas fatin që ta kem gocë më të madhen, rasti konkret unë i kam volejboll të dy. Pavarësisht se vajza 11, djali 7, por e kam atë që me që e kam me vajzën, djalin jam shumë më e sigurt, edhe në moment shkojnë bashkë të dy, sepse e kanë afër dhe nuk kanë që të kalojnë rrugë gjëra, shkojnë të dy. Që do thotë për mua ka qenë goxha lehtësim, ose në rastin që unë në moment që nuk kam dikën në shtëpi, unë mund ta kyç derën dhe t'i lënë në shtëpi pa merak. Se vajza mendoj që është më e rritur, ndoshta vajzat janë pak edhe më të ndërgjegjshme, më të kujdesshme, kanë përgjegjësinë. Në fakt është fatkeqësi, sepse nuk do t'i fuzim përgjegjësi që është tani, por që është nga natyra e vajzës që do të patjetër. Në lidhje me atë që themi ne, kush na shpenzon më shumë ose për kë shpenzojmë më shumë? Qoftë për nevojat e tyre fizike, veshjet, kujtun ushqimet ose dëshirat, kurset e meradh, mjetet që ato kanë, shkollimi dihet që është i përbashkët, vajzat apo djemt, meqense Po e nisun me që dolan të profesionit. Për kë shpenzon më shumë? Për vajzën apo për djalin dhe për çfarë? Ku shkojnë shpenzimet? Tani unë mendoj që në fakt do të me shifra. Do t'i ndajmë edhe në fazë të jetës, për shembull, se mendoj që nga faza 0 deri në 2 vjeç pothuajse kostot e dy fëmijëve janë në të njëjtat forma, se do harxhosh për qumshin, do harxhosh për bebelinë, do harxhosh kostot fikse mujore që ti ke. Të njëjtat kosto i ke edhe për kopshtin, për çerdhen, për shkollën, për kurset, pothuajse shkojnë paralelisht. Unë mendoj që diferenca kur gocat fillojnë në vend kordele, kur gocat fillojnë në vend ato një
500 lloje kapsës, që goca ime ka plot një sërtar. Apo disa këpucë sandale ngjyra kuce sandale, por edhe në momentin, unë e shoh vetë momentin që dal jashtë Shqipërisë, mua më shkon dora për të bler 3 gjëra për gocën, 1 për çunin. Domethënë nga natyra, gjithashtu mendoj që normalisht vajzat. Pra dhe moshë më të rritur mendon se tek vajzat do jetë më shumë investim. Investimi sepse është natyra e vajzës e cila duke qenë që edhe ne jemi gra dhe në fakt nëse ne shohim garderobën tonë ta krahasojmë me të burrave, mund të them që 3/4 e kemi ne, 1/4 e kanë burrat. E vërtet është. Silvana, ty si të ka rezultuar të rritja e fëmijëve, për kjo ke shpenzuar më shumë? Me vajzën kam shpenzuar shumë, në veshje, në shkollim, sepse vajzat janë më delikate dhe në koha jonë ishte që vajzat duhet i shkollonin, sepse të kishte shkollë, kishte një si ta thuash, pavarësi, ka një pavarësi, ka një pavarësi, e kanë në jetën më përpara, nuk janë të varura në askush. Dhe kjo ishte synimi im që, por për veshjen, goca ta bëjnë dollapin rëmuj. Unë për veten time ka pas problem. Po s'kemi asnjëherë asnjë gjë, s'kam gjë për të vesh mëngjes. Domethënë tek veshja është më tepër, tek gjërat e luksit, tek gjërat që janë mbi. Për kurset, për këto preferencat që bëjnë fëmijët? Patjetër, janë kurset e anglishtes, kurset e varet se çka kërkon fëmia, se kanë dhe kurse baleti, varet se ku. Po kurset e anglishtes unë i kam çuar në kurse anglishte. Edhe te kurset mendoj që shkojnë paralelisht kostot, sepse nëse ti vajzën e ke çuar në kursin e baletit, ti djalin do e çosh në kursin e futbollit. Po vajza për herë shoh që është më xheloze. Por më bëj çik që o ma tha, si ka mundësi tha që vllai tha ka ble vetëm një bilardo për ditëlindje. Po shqyr mi thash që e kuptove një herë. Se nga që vetë ka marrë më shumë prandaj. Elidoni, u qetësove ti që djali është fëmia i dytë dhe do ketë më pak shpenzime? Në këtë moshë nuk i kuptojmë. Besoj se kur fillon adoleshenca, atëherë fillojnë ndryshojnë shumë gjërat, fillojnë tek kozmetika, tek mënyra se si ajo do ta vendosë veten në shoqëri, me veshjen, stilin e të gjitha këto. Ndërsa djali sigurisht edhe djemtë kanë ato pëlqimet, stilet e tyre, ndjekjen e trendit dhe modave, por besoj se është më përgjithësuese. Pra e kombinojnë një xhinse me një bluzë ndryshe nga vajzat që kanë shumë kërkesa. Po, e vërtet është. Ne do të shkojmë pak në publicitet dhe do të rikthehemi. Kemi disa tabela më pas krahasuese. Na prisni. Rikthehemi, po flasim për shpenzimet. Tani do të mbetemi tek shpenzimet që kanë prindrit për arsimimin e fëmijëve të tyre, mirëmbajtjen e fëmijëve ose le të themi atashimin me kopshin, me çerdhen, kopshin privat, çerdhen private. Blerina po na thoshte që është e kënaqur me disa kopshte dhe çerdhe që ka qenë shumë e kënaqur. Dikush është më shumë i kënaqur në privat, dikush më shumë në shtet. Kjo është eksperiencë personale, kam përshtypjen, por tek çmimet nuk ndryshojnë, janë po këto. Një tabelën e parë më siguron regjia, të dhënat janë siguruar nga një studim i faqes së të dhënave Numbeo. Çmimet për kopshtin privat variojnë sipas qyteteve apo sipas zonave, përzakonisht nisin nga 170 euro deri në 550 euro në muaj. Mesaçarisht, një prind shqiptar që ka fëmijën në çerdhe apo kopësh privat paguan në muaj 173,13 euro. Paguajmë shpenzime prindrit edhe për aktivitetet e kopshit, uniformat, prase për shkolla dhe për kopshtet didaktive, për librat e me radh, të cilat kushtojnë më shumë se sa tarifa mujore. Pra, një familje që punon në shtet në administrat, e ka të mundur që të çojë fëmijët në kopësh apo shkollë private me rrogat që janë, me kostot dhe shtesat e tjera? Duke qenë që rroga mesatare aktualisht është 800 euro, afërsisht tek 790 euro, unë mendoj që është e pamundur që me dy prindër të cilët ka një rrogë mesatare për 800 euro të dërgojnë fëmijën në një çerdhe kopësht privat me 550 euro. Ndoshta edhe me Londrën mund ta parafrojmë. Në Londër është 1000 pound, ndërsa këtu 550 euro. Mund të them që ndoshta është një masë ose një përqindje shumë e vogël e prindërve të cilët kanë mundësi që t'i çojnë në këto kopshte çerdhe private. Unë personalisht eksperiencën time e kam dhe ua sugjeroj të gjithë prindërve të rinj, pavarësisht që shteti të ofron nga hëna në të prem, domethënë dhe që don tek pjesa e të shtunës, se ata prindër që punojnë në sektorin privat e kanë edhe të shtunën punë. Dhe ndoshta kjo shumë prindër i shtyn që ti, duke qenë që mund punojnë dhe me orare të zgjatura, po ka dhe prindër që punojnë dy punë. Po, ti çojnë në për kopshte private. Unë kam qenë shumë e kënaqur të dy fëmijët edhe në çerdhe, vajzën e kam nisur me kopshtin privat dhe nuk
Dhe që në atë moment nuk e kam diskutuar. Ka patur dikush që të ka ndihmuar për ta mbajtur pas? Kam pasur, unë e thash, kam qenë me fatë se kam pasur edhe maman afër dhe vjerën e kam pasur në shtëpi. Në moment që nuk ishte vjera, vinte mamaja ime, domethënë kanë operuar, janë marrë vesh të dyja me njëra tjetrën në të mirën e fëmijëve. Oraret si kanë për shembull diferenca sa orë shteti dhe privati? Shteti e ka në orën 6:30 deri në orën 5 mbasdite. Dhe privati afërsisht është e njëjta, mirë po në përgjithësi në shtet ndoshta në orën 4 të gjithë e kanë atë tendencë që shkojnë të marrin fëmijët. Por mund të them që kostot në çerdhe dhe në kopshtet shtetëror janë shumë më të lira se sa në institucione private. Mund të them që edhe kontrolli, unë personalisht nuk e kam pasur një zgjedhje personale duke mos ju referuar kostove, sepse kam pasur mundësi që me 550 euro nuk e qoj, por të paktën deri në 300 euro në muaj kam pasur mundësinë ekonomike që ti dërgoj. Por kam zgjedhur dhe kam preferuar dhe im shoj shumë që duhet patjetër në kopsh dhe çerdhe shtetërore. Pra, është një barë e hequr dhe kjo pjesa. Është një barë e hequr, është ushqimi shumë i kontrolluar, çdo ushqim i cili ngel domethënë nuk është se ruhet për ditën e nesër, çdo gjë është e freskët. Dhe po zgjedhë kopshtin ose çerdhen private, o të zgjedhë prindi me veten e vet, o të zgjedhë një të mirë, apo e shtoj në shtetë, këtë krahasim bën zakonisht. Mendoj që zgjedhja për të private është vetëm pjesa e kohës, mundësisë që ke mundësi domethënë të menaxhosh nëse ti ashtu siç e citova, të punosh me orare zgjatura, dita e shtunë, që shteti nuk i jep. Megjithatë tani po bëhen disa shkolla edhe për pjesën e after schoolit kanë filluar që ta implementojnë që t'i mbajnë fëmijët deri në 4. Projekti. Po, është një projekt pilot dhe unë jam shumë e kënaqur. Unë kam qenë ndër prindërit e parë që unë e kam do jetë projekt pilot për disa shkolla. Pa diskutim dhe jam e gatshme dhe të paguaj, qoftë edhe për ushqimin, pavarësisht se është një shkollë shtetërore, se të mundson e para një herë në moment që ajo shkollë i mban deri në orën 16 mbasdite ti i ke të hequr nga telefonat. Fëmijët, sa po të hynë në shtëpi fëmijët i kanë mjetet elektronikën, mos telefon, tablet ose televizor, se ndoshta ne jemi të prindrit që nuk i lëm me telefona nëpër. Elidon, si e ke këtë marrëdhënien me ekranet me fëmijët, elektronikën? Për vajzën, se djali është i vogël. Luftë. Sepse kuptojmë, neve i vendosim kufizime, por ajo është ekspozuar, ne vendesim televizorin. Neve kemi telefonat në dorë, dhe do s'do ajo e merr informacionin, pasi një pjesë të madhe të kohës tonë, qoftë të komunikimit me njerëzve, qoftë të punës, neve na i merr telefoni. Dhe themi të bëjmë hipokrizit, themi që ne nuk e lejojmë dhe nuk e ekspozojmë, sepse ne kemi në dorë, dhe çdo fëmija e transmeton, e merr këtë gjë. Bëhet kurioz, pra qoftë bar një video, një tingull dhe tjera me radhë. Sigurisht që ne vendosim ato të kohës, na njëherë na ikën ajo koha dhe sot edhe 5 minuta, pra është një tërhiqje lëshor, po themi një betejë. Që duhet të zgjidhim në një lloj ekuilibri ose të jemi pastaj kështu gjakftohtë dhe kjo është jo dhe kjo është po. Njëri nga prindrit iki do të jetë gjakftohtë, o gruaja o burri. Nëse janë të dy toleranta, në familjen tënde kush është? Im shoq, unë jam të prindrit tolerant. Atë tolerant. Unë të tolerant, zakonisht nënat janë më. Bashortja, unë jam tolerant. Ti je tolerant. Unë jam e kundërta. A duhet të kemi frikë të trembemi që fëmijës nuk po ja plotsojmë dot të gjitha nevojat që ka? Qoftë edhe këto të luksit edhe këto të domosdoshmërisë. Jo, realisht e gjithë frika, nëse është frika jo, ne ja transmetojmë atë frikë fëmijës. Pra nëse ne ato pasigurit që neve ja transmetojmë fëmijës, ose pa mundësit që kemi për t'ja plotësuar, fëmijës nuk i japim siguri. Pra neve duam të plotësojmë si pas dëshirës tonë. Jo se çfarë ka nevojë fëmija. Të gjithë prindrit ja plotësojnë nevojat që ka fëmija. Pastaj fillojmë dhe mendojmë siç ne çfarë na ka munguar ne, çfarë ne duam të japim më tepër, neve bëjmë krahasimin e modelit si prind që ky fëmijë apo ai fëmijë e ka më shumë apo më pak, dhe neve e rrisim dashur pa dashur fëmijën ton me modelet që na rrethojnë dhe siç mendojmë ne prind. Jo se çdo fëmijë, fëmia ka shumë të thjeshtë dhe shumë të kufizuar të mënyrën e mendimit dhe të zgjedhjes. Jemi ne ata prindit të cilët ja hapim sytë dhe atë botën më shumë se ç'duhet. Dhe pastaj fillojnë me krahasime. Doja tabelën numër 2 regjia, tarifat për kopshtet dhe çerdhet publike. Tarifa e ditë ngrënjeve për çerdhet shkon 130 lek dita, tarifa e ditë ngrënjeve për kopshtet 160 lek dita, 5.000 lek është fondi garancisë për kopshtet, 5.000 lek fondi garancisë për çerdhet.
kalojmë tek tabela 3, janë të dhënat cilat i kemi siguruar nga një studim i faqes të dhënave Numbeu, publikuar në janar të 2025 në Shqipëri. Regjistrimi i fëmijës në arsimin fillor në sektorin privat ju kushton prindërve mesatarisht rreth 210 euro në muaj ose 2520 euro në vit. Pra, çdo gjë matematik, çdo gjë me laps me letër. Po nuk pate, po të bëjmë një përmbledhje, një punë të mirë, apo të dy prindrit të jenë në punë, është sfidë realisht, kjo po i frikson ditët e sotme çiftet për të patur më shumë fëmijë? Unë mendoj që kjo është një sfidë në fakt, por unë dua patjetër që prindër ose çiftet e reja të mos justifikohen, sepse ti ke super mundësi zgjedhje sot. Që do të thotë, nëse ti nuk e afron dot që ta çosh fëmijën në një çerdhe kopësht privat, ti ke çerdhet e kopshtet shtetërore të cilat janë super mund të them që janë cilësore. A ka probleme? Pa diskutim që ka. Sistemi arsimor ka pasur probleme dhe do ketë gjithmonë. Po sipas lagjeve. Sipas lagjeve, sipas shkollave të cilat ti ke edhe mundësi. Pasiguria normalisht ndoshta i trembët dhe prindërit e rinj. Megjithatë, unë nuk i shoh asnjë nga këto arsye që çiftet e reja të justifikohen. Silvana, ti si gjyshe i nxit fëmijët, bëni fëmijë, lindni sa më shumë fëmijë, ose sa deri ku ja ke vënë atë? Patjetër që i nxit, sepse vajza ime ka një vajzë 9 vjeçe dhe duhet patjetër të bëj dhe një fëmijë, sepse ajo ja kërkon tjemës, dua një vëlla dhe mua më vjen shumë keq kur vjen tek puna ime, ka një bebë në dorë dhe vjen aty dhe thot ky është vllai im, por karriera nganjëherë të lë të harrosh se duhet i bësh dhe një vëlla motrës. Kur kam bërë vajzën unë në fillim e ka kërkuar vllajin me ngulm dhe unë ja bëra një vëlla që mos ta lija vetëm. Dhe them që edhe vajza ime do t'ja bëj një vëlla patjetër. Vajzën e ke avokate apo jo? Është edhe kjo ngarkesa që thua. Është magjistrate. Mbaron si vjet. Do të thonë, punët që ka ajo, pra puna karriera që i zë sa pjesë të ditës? Asaj i zë shumë pjesë të ditës, por ka bashkëshortin që e ndihmon shumë. Janë shumë sinkron me të dy bashkë dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Pa ndihmë nuk mund të bëhet. Se dhe pa në qikë nxitje nga prindit nga rrethi se fillojnë, po ke një pas se fillon gjithë familja, rrethi, shoqëria, edhe i tjetër, edhe një çonë, edhe një vajzë. Patjetër, sepse në momentin, ne jemi 3 fëmijë në familjen tonë. Unë kam 2 vëllezër dhe një motër. Dhe në momentin që ne rritemi, martohemi, kuptojmë se sa e rëndësishme është që ti të kesh. Dhe ndoshta në moshën e vogël edhe fëmijët vetë nuk e kuptojnë që është shumë e nevojshme të kenë një motër ose një vëlla, të paktën një motër. Por në momentin që rriten është e sigurt që unë them sikur të isha një motër. Patjetër është nevojat e jetës, duhet të kesh. Janë pa diskutim. Nevojë patjetër. Duhet të sakrifikojmë që të bëjmë fëmijë. Me sakrifica, por nëse ndoshta nuk u zgjeruam dhe u hapëm shumë për komplet kostot që ka, po ata që punojnë dhe dinë që kanë famë, ata e dinë më mirë se sa e nevojshme është, apo çfarë nevojash kanë për fëmijët e tyre edhe për veten e tyre. Ju falenderoj shumë që erdhët dhe qofshi sa më mirë. Sa më shumë fëmijë. Sa më shumë fëmijë. Faleminderit për vëmendjen, kalofshi mirë dhe ju, mirupafshim.